A i një ju në herën të kaltërtën. Jo, janë të ngjyra, është gjelbër të verdhe dhe kuqe. Që kjo video ma kujtoj një rregullim të pomërit që e ka emrin daltonizëm ose verbria e ngjyrave. Ju krejt njerëzit i shohin ngjyrat njëjtë, e sidomos personat me daltonizëm. Ata nuk janë të verbër, veç nuk i shohin krejt nuancat ose nuk i shohin në mënyrë tipike. Na brenda syve kemi disa qelizat veçanta, quajtura kone, që ndodhen pjesën e pasme të syrit ose në retinë. Nëse këto qeliza s'funksionojnë që duhet, shfaqet daltonizmi. Ka disa lloje daltonizmit, ku disa njerëz nuk munden me pa ngjyrën e kuqe, siç kjo, gjelbërtën ose të kaltërtën. Monokromatizmi është më e rrolla, ku njerëzit shohin veç bardh edhe zi. Fatkeqësisht daltonizmi nuk ka ilaç, mirë po në disa raste mundet me u lehtësu. Një kohë shumë video u patën bo virale në internet, ku syzet e nkroma ju kanë ndihmu personave me daltonizëm me i dallu disa nuancat ngjyrave, e ata janë emocionu shumë. Ky rregullim është shumë më i shprehur te burrat se sa te gratë, e këto janë disa teste që përdoren me identifiku. E ti kallëzëm apo i sheh sta numra. Për më shumë video si kjo, subscribe Radio Urban FM 103.5 në YouTube.